Këtë recetë për kungujt regjën ma ka lanë vajza Ac e nuk e ndroj me asnjë tjetër se rezultati është perfekt e kungujt dalin me një shije të mrekullueshme. Sot po ja risjell edhe një herë që ta runi e të përgatitni. Atëherë filloj me recetën. Kungujt mas i kena la, i presim në copa dhe pastaj i dajmë në fije. Mas i kena pre krejt kungujt në fije, i hellim në një enë thellë, aty shtojmë krypen, përzim mirë dhe i lam me pushu për 12 orë. Mas 2 orëve marrim kungujt, i shplaj mirë me ujë të rrjedhshëm dhe i lam me kullu. Ndërkohë në zjarr vendosim një tenxhere me ufull dhe në momentin që uflla merr val, shtoj mrena kungujt. Dhe sa po të kenë marrë val, i lam për 4-5 minuta. I hekum prej ufllës, i kulloj mirë dhe masanej i kalojmë në një përshirë të pastër, i hapim mirë që të ju hik krejt lagshtina, i lajmë për 12 orë tjera. Mas 2 orëve marrim kavanozat e sterilizum dhe në fund tyne hedhim hudra specdjeg si mas dëshirës. E mushim kavanozin mirë me kunguj dhe në fund hedhim hudra specdjeg prap dhe e mushim me vaj ullinit, në rastin tem, por mund t'i mushni edhe me vaj lule diellit. I mbyllim dhe i kena gati për 4-5 ditë. Dhe në qëse do një mirujt ma tepër, i leni një vend të ertë të freskët. Faleminderit!